Shkojmë pak tek akuariumi dhe ja tek janë. Mirë mbrëma. Pa. Si fillim njëherë, Greta, a jenë më mirë me shëndet? Se të kam parë pak, të kam parë pak, nuk e di. A ishte ai ambienti aty me këtë, me akuariumit, a ishte fakti që u izolove, nuk e mora vetë. Fantastik, shumë faleminderit. Super. Shoh që Kristi dhe Miri kanë bërë zing sot me zgjedhjen e ngjyrës. Nuk e di t'ju them, sa më shumë gjëra ju ndajnë, aq më shumë gjëra ju bashkojnë juve me njëri tjetrin. Jemi komplet jeshil. Jeshil pra, jeshil. Sa larg dhe afër. Një miku im thot jeshilja poshtë. Është momenti që vllai i madh t'ju komunikoj që aq ishte qëndrimi në akuarium, mund të ktheheni në shtëpi. Hapeni derën dhe kthehuni. S'ma ke rujt venin, a? S'ma keni rujt venin, mirë. Usta bugur. Mund të ulemi diku? Ku të ulemi? Ku do të ulemi? Po më uja këtu të lideri. Sa të gëzushëm që keni? Po tani mund të na flasë. Ju flasim juve. Po, hyje, nuk është se ju pas ka marrë shumë malli për njëri tjetrin, juve të shtëpisë tjetër. Ne thamë si çojmë në një galaktikë. Pra një pritje e thatë, e ftohtë, gati sikur u bezdisët nga ardhja e tyre. Se këtu i fatën mbrëmna çmendën apo dhe u mbrëmë u mundu më fol dje, pastaj. Nga kjo do ketë qenë me siguri. Po, Miri prisje të ruanin vendin, ë? Po pse e prisje këta, po? Po mirë, ashtu e kisha kështu si mendim, po? E kisha. U zgënjeve besoj tani, ë? S'ka gjë. Mua me kanë respektuar. Do zgjarohemi tani, do të zgjarohemi se edhe mund të flasim. Mal ty të kanë respektuar. Patjetër, mua me respektojnë. Mirin si duket nuk e kanë respektuar. Nëse është era e parë që më të rinjtë të shtëpisë ulen në atë divan për një prime, meqense herë në shkuar e gjetën veten direkt në akuarium. Edhe pse Stelina e ka përjetuar pak shtëpinë e re, pra shtëpinë e madhe, prapë si do qoftë është era juaj e parë në mbrëmje, kështu që t'ju shohësh të gjithë së bashku, tani më jeni yje, tani dukeni yje.